Zgjedhjet nuk kanë ardhur si rezultat i gabimeve, kanë ardhur si rezultat i pozicionimeve. Opozita ka qenë pozicionuar për ta bllokuar qeverisjen e vetëvendosjes. Dhe si rrjedhoi blokadës dhe si rrjedhoi refuzimit për të bashkëpunuar, ne nuk kemi pasur asnjë alternativë tjetër. Po të pranonte LDK ftesat e lëvizjes vendosje vitin e kaluar për takime e për qeverisje të përbashkët, ne sot nuk do të kishim këtë situatë, nuk do të kishim as zgjedhje 7 qershorit dhe as zgjedhje 27 dhjetorit. Do të ishim duke qeverisur me atë partneritetin që do të krijanim dhe me atë program që do të harmonizonim. Nuk është çështje e gabimit, është çështje që refuzimet e vazhdueshme vitin e kaluar i shkaktuan zgjedhjen e 27 dhjetorit. Takimet pa vullnet politik për të gjetur një zgjidhje pas zgjedhjes të 27 dhjetorit i shkaktuan zgjedhjen e 7 qershorit. Partitë politike besonin në të opozitare që duke e quar vendin në zgjedhje të njëpasnjëshme do të adopsojnë lëvizjen vendosje dhe kësaj do të krijojnë një rrethon të përshtatshme për ta krijuar një qeveri të pakicës për kundër fituesit të zgjedhjeve. Natyrisht këto kalkulimet konjunkturale për ta zhvlerësuar vullnetin e qytetarëve nuk prodhojnë stabilitet. Edhe vjen një moment kur ato shpërfaqen komplet para publikut, para qytetarëve dhe pastaj duhet të rishikosh pozicionin. Krejt çfarë ka mbetur të shihet se a ka ndryshuar apo jo, është çësia e opozitës në raport me vetëvendosjen. Po mund të jenë faktorë të ndryshëm, natyrisht mund të jetë një lloj abstenimi nga përsëritja e vazhdueshme e zgjedhjeve të shpeshta. Domethënë ne në këto 18 muaj kemi pasur praktikisht 3 polë zgjedhje parlamentare dhe 2 polë zgjedhje lokale. Domethënë 5 polë zgjedhje kemi pasur në 18 muaj. Angazhim i shpesht, kosto e madhe, krejtësisht të panevojshme, edhe zgjedhjet e 28 dhjetorit, edhe këto të 7 qershorit kanë qenë të evitueshme, po të kishte vullnet politik. Por të shpresoj që partitë politike opozitare kanë reflektuar, domethënë dhe rezultati i zgjedhjeve i ka bërë që të reflektojnë dhe të ndryshojnë qasje, më të heqin dorë nga blokada. Domethënë nuk mund të operosh me blokadë. Në sistemin ton parlamentar, me sistem zgjedhor proporcional, një zonë zgjedhore, partitë politike janë të detyruara që të bashkëpunojnë, aq më tepër për procese siç është çështja e presidentit, që kërkon 2/3 e deputetëve në kuvend apo 2/3 e votave të deputetëve në kuti. Kosova ka nevojë për një president konsensual. Dhe ne kemi thënë edhe para zgjedhjes së 7 qershorit, do të angazhohemi për një president jo partijak dhe një president konsensual. Zonja Osmani është deputet e Kuvendit të Kosovës, është e angazhuar aktivisht në politikë, ka qenë parse e listës së një partie politike, nuk përmbush elementet e një figure konsensuale. Domethënë nga momenti i pozicionimit të saj pas dhe do të thënë nga shpërndarja e Kuvendit me atë dekretin antikushtetues e deri tek kryesimi i listës së LDK-s e deri tek të qenurit deputete nuk hyn në domenin e figurave konsensuale. Është një figurë tashmë politike, aktivisht politike. Nuk është çështja e votës individuale, por çështja e pozicionit politik. Kosova ka nevojë për një president konsensual, jo partijak, dhe pastaj se raporti për të krijuar qeverinë ose jo është çështje e vullnetit të popullit të shprehur në zgjedhje. Unë kam thënë publikisht dhe them përsëri që kjo është një fushatë e PDK-s nëpërmjet elementeve të saj në LDK, siç është përparim Rama, për ta goditur Lumir Abdigjikun dhe leadershipin aktual të LDK-s që mos të ofrohet me vetëvendosjen me çfarë do bashkëpunimi për ta gjetur një zgjidhje për presidentin. Domethënë ka një tendencë të vazhdueshme të elementeve të PDK-s në LDK për ta tërhequr LDK-n ka PDK. Ata e kanë pasur gjatë këtyre 5 viteve në pozicione të njëjta. Po në situatën për të shmangur krizën, për të gjetur një zgjidhje për presidentin dhe duke marrë parasysh që roli i LDK-s është i rëndësishëm, siç ishte përcaktuar dhe edhe herën e kaluar, PDK po ushtron presion mbi leadershipin aktual të LDK-s. Unë mund të kem mospajtime të pafundë edhe me leadershipin e LDK-s e me të tjerët, por ama më duket shumë do thoya unë dashakeqe si qasje që PDK po mban të ose po tenton ta mbajë LDK-n të nënshtruar dhe kësaj të pengoj çfarë do parafrimi apo bashkëpunimi për çështjen e presidentit në mes të LDK-s dhe BV-s.